partisë të re në një situatë ku absolutisht nuk është e favorshme për askë, sidomos për një shtet vogël që është Kosova, duke i parë zhvillimet globale që janë duke ndodhur. Unë e konsideroj që do të ishte shumë e rrugës, pajtohem që ka kuadro, por duhet edhe vullnet i mirë dhe mirë becim nga gjithë subjektet politike. Kompromis, kush është duke kërkuar zgjedhje, sipas kësaj çfarë shef ti? E konsideroj që këtë mandat e ka filluar me tone më të buta edhe me një zë bashkëpunimi pak më të madh, zoti Kurti, e konsideroj që përveç fakti që ka takuar PDK-n fillimisht dhe kanë arritur atë marrëveshjen e parimeve që kandidati për president mos jetë me librezë partije në takimin e parë flas, e kam parë si diçka pozitive dhe me një dritë e cila do të mund të krijojë një zhbllokim të situatës, po pastaj gjithçka u ndërlikua me refuzimin e zotit Jashari, u kthyem në pikën 0 dhe pastaj pat ambicet secilit grup politik ta emëroj dikën nga subjektet politike. Nuk e mendoj që është zgjidhje qoftë grupi më i madh parlamentar që është Lëvizja Vetëvendosje të barikadohet të emrat e tyre të kandidaturat partijake, qoftë opozita të barikadohet tek emrat ose tek njerëz me librezë partije, sepse nuk është kompromis. Nuk është kompromis as zoti Konjufca, nuk krijon kompromis as dikush që vije prej PDK-s. Ne kemi parë që duhet edhe kandidatit dhe kundër kandidatit vije prej PDK-s, po krejt në rregull. Fillimisht na tregoni për kë është fjala, a është dikur që është jashtë partisë politike, por megjithatë është figurë që gëzon respekt, gëzon mbështetje, edhe krijon zhbllokim situatës, apo edhe këtë po shfrytëzojnë për lojra politike e pastaj ta propozojnë dikë që vjen nga PDK. Sepse në këtë logjik, nëse nuk mund ta zgjedh